محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër dhe motra, vetëm Allahun Teala falenderojmë, vetëm Atij mbështetemi dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që me besnikëri e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe të respektuar, vërtet njeriu në jetën e kësaj bote ka nevojë për udhëzime, ka nevojë për mësime, ka nevojë për këshilla të dobishme. Dhe sigurisht se udhëzimet më të mira, mësimet më të mira, këshillat më të mira i marrim nga Kur'ani dhe nga hadithi i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe i dërguari Allahut çdo herë ka dhënë këshilla të shkurtra por gjithë përfshirëse. Në farë forme ato këshilla kanë qenë adresa e suksesit, adresa e udhëzimit, adresa e mësimit, adresa e zgjidhjes së problemeve të ndryshme për ata që janë në probleme, apo të zgjidhjeve të mosmarrveshjeve apo divergjencave që mund të jenë në mesin e besimtarëve. Dhe një prej këshillave të njohura, e ndar pjesë është edhe këshilla që ja ka dhënë Ibn Abbasit radhiyallahu anhuma, ku duke dashur që ta mëson atë edhe neve se detyra kryesore primare e çdo njanit prej neve është me i rregullu raportet me krijuesin e gjithësisë, me Allahun e madhruar. Dhe kjo është piknisja e suksesit së besimtarit. Nëse ai ka raporte të mirë me Zotin, patjetër Zoti ja rregullon raportet edhe me njerëzit. Mundohen njerëzit të rregullojnë raportet me kolegët në punë, apo me familjarët në shtëpi, apo në lagje me fëmijët, apo me xhamatin në xhamia, ku ta dione. Por nga njëherë kjo nuk ka sukses, edhe pse ai e bën më të mirën të mundshme, për me rregullu raportet, për me qenë raportet mirë. Nuk mundet dhe si arrin dot sepse nuk i ka rregullu më së pari raportet me kënd, me krijuesin, me Allahun te bareke ve taala. Kështu që duhet me u nis prej këtij parimi çdo herë, nëse dëshirojmë që të jemi mirë me të tjerët, apo të kemi raportet mirë me të tjerët, apo të rregullojmë raportet tjerë me të tjerët, atëherë duhet rregulluar fillimisht raportet me Allahun te bareke ve taala. Dhe duhet me qenë të kënaqur që Allahun e kemi Zot. Edhe duhet me qenë të kënaqur me atë program hyjnor të cilin e ka përzgjedhur për neve Allahu i madhruar. Sepse Allahu nuk ka nevojë për agjërimin ton, as për sadakan ton, as për zakatin, as për haxhin. Na as nuk ja shtojmë pushtetin, as pasurinë, as autoritetin, e as nuk ja ulim atë nëse na nuk i kryjmë, nuk i zbatojmë urdhat e tij. Por vllazën, nuk ka mundësi njeriu në këtë botë me qenë i lumtur pa Zot. Nuk ka mundësi njeriu në jetën e kësaj bote me jetu jetën ashtu siç dohet, pa pas Zotin, pa njohur Zotin e tij. Sepse janë disa momente, janë disa raste, janë disa zhvillime, ngjarje që patjetër njeriu do të më kthyr Zotit. Edhe me ju lut atij, me dashje apo pa dashje. Disa lusin Zotin në lehtësi, sikur na tash, këtu nuk kemi fare problemi të madh,
e lusim Zotin lehtësi, Zoti na përgjigjet kur? Në vështirësi. E disa nuk e lusin asnjëherë Zotin përveç se kur kanë vështirësi. E keni pa ata që udhtojnë me anije ose ata që udhtojnë me aeroplan, momentet që ka turbulenca, edhe dallgët e detit e shëtisin hanijen poshtë dhe lart, atëherë gjithë në një mënyrë apo tjetër i drejtohen Zotit. Ose në avion, kur piloti që piloton avionin lajmëron pasagerët se ka turbulenca dhe thotë do të kalojmë për 2-3 minuta në turbulenca me i pa pjesën dërmuese, mos me thonë krejt, që i kthehen Zotit në mënyrë apo tjetër, edhe krejt të strukur edhe të heshtur, çka e lusin Zotin. Mos e lusin me gojë, e lusin me zemër që të shpëtojnë asaj krize. Andaj, ne do të me lutë Allahun fillimisht pa pas turbulenca në jetë, pa pas probleme në jetë, e pastaj kur dollen ato zgjidhen ma lehtë. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha Ibn Abbasit, idha sa'alta fas'alillah. Kur të kërkosh diçka, kur të kish me i kërku dikujt diçka, atëherë kërko prej Allahut. Pra mbështet jo kujt? Allahut, ai i cili mund i realizon kërkesat. Sepse ky është suksesi. Kur ti kthehesh Zotit, nuk je i varur prej njerëzve, prej krijesave, po je i varur vetëm prej krijuesit. Dhe kërkesat të nderuar vëllezër, edhe motra, kërkesat janë dy llojesh. Lloji i parë i kërkesave që nuk mund i realizon askush përveç Allahut. Amo askush nuk mundet me t'i ndihmue, apo me t'a lehtësue, apo me t'a realizu kërkesat. Ato i realizon kush? I plotson vetëm Allahu te bareke ve taala. Për shembull, e kërkon një fëmijë. Askush nuk mundet me t'a dhënë ato përveç Allahut. S'ta ka caktuar Allahu, sa dush ti shkon lidhje në prendim atje, e bën teste të ndryshme ku ta dione, nuk ta ka caktuar Zoti, nuk ka me të ardhur. Vdekja, se ka caktuar Zoti, nuk të vjen, mos e lëp ti pe njerëzve, se s'të vjen. Shërimi, smuret njeriu, në vend se trokas në derën e parë, që ajo kur nuk është e mbyllur, ajo është e hapur çdo herë natën edhe ditën, në vend se trokas në derën e Allahut, edhe ti thot Zotit, o Zot, shëram, me shërim plot, pastram, forcon, lutë Zotin. Ai mbështetet mjekut, dikush tjetër i mbështetet hoxhës, dikush i mbështetet psikologut, apo sociologut, apo atij tjetër. O, mbështet jo vetëm kujt? Vetëm Allahut. Shiu për shembull, bora, nxehtësia, këto mos ju lut njerëzve, se edhe më qu krejt ky popull, me lut qeverin, a presidencën, hiç na këtë stoftë se ka ngarkesë sistemi energjetik edhe s'po mund e përballon, edhe po na vijnë mesazha të gjithëve që me kursy sepse po thotë jemi në kulm, çka të harxhimeve të mëdha. Edhe më qu mu lutna, për shembull, te presidenca, te qeveria, a ka mundësi me na hjek? Jo, pasha Zoti, nuk ka mundësi. Amo Zoti ka mundësi. Zoti ka mundësi dhe diellin tash me qit. Edhe në pikë të verës, ti ul temperaturat, edhe të alshon shiun, edhe të freskon të kënaq, kur në kulm të nxehtësisë. Andaj pra janë disa kërkesa që ato nuk i plotson, nuk i realizon askush tjetër përveç Allahut. Në ato kërkesa do të më drejtu vetëm Allahut. Janë disa kërkesa të tjera që mund i realizojnë njerëzit. Në këto raste do të me bashkëpunu me njëri tjetrin, me kërku ndihmë për njëri tjetrit. Për shembull, mikrofoni ndalet. A mund e realizon dikush për njerëzve mund që atje me rregullu? Po mundet. Mundet apo? Edhe rregullon, edhe kjo nuk ka kufar problemi. Kështu që i drejtohemi çdo herë Allahu te bareke ve taala, i cili jo që të përgjigjet, po të shpërblen, sikur që të shpërblen për namaz që e fal, sikur që të shpërblen për agjerimin që e bën, sikur që të shpërblen për Kur'anin që e lexon. A ki shpërblime, a ki sevape për këto? Po more kije. Po vesh me u lut, i qove durt as i qove durt, ren sejdë as ren sejdë. Veç mi u drejtu Zotit, o Allah, me fal mua. Fali prindrit e mi. Dhe të gjithë besimtarët musliman atë ditë kur do të japim llogari. Vetë çështu që ke thonë ti, le që të pranohet doja, po çka ke boj ibadet e ke adhuru Zotin, se doja është adhurim,
doja është ibadet. Andaj vllazën, të gjithë në një mënyrë apo tjetër kemi shqetësime, kemi hallë brenga, kemi probleme, kemi mosmarrveshje. Adresa e vetme për me i zgjidh të gjitha këto është me u drejtue tek Allahu te bareke ve taala. Jo me u drejtu tek njerëzit, sepse disa e gabojnë adresën. Disa e dini ku e lusin Zotin, kur i mbyllën krejt dyert. Kur i mbyllën krejt dyert, edhe kërkush nuk i përgjigjet, aq tash ti shkojnë në xhami të lutna që thënë nash ta diçka. Jo, kështu nuk shkon. Kjo s'është lutje, as nuk është bindje, as nuk është dashuri ndaj Zotit. Zotin me qit funit. Masi tu kanë harxhuj ke konsumu krejt rrugët, edhe në fund s'po kish ka me bë. Hajde të provoj tash me Zotin. Çka je tu po ti eksperimente me Zotin? A Zoti çka është për me testu na Zotin? A është për me bë eksperimente me ta? A shumë bukur po të thot. Shumë shkurt edhe qartë. Ud'uni astajib lakum. Me lutni mua, unë ju përgjigjem juve. Kërkoni prej meje, unë ju përgjigjem juve. E ti po e teston Zotin. Ose ai tjetri zhgënjehet, thot vallahi, po thoni mu lut, po si u luta, si s'u luta, s'po ndryshon gjendja ime. S'po ndryshon gjendja e familjes, s'po ndryshon gjendja e punës, s'po ndryshon gjendja e tregtisë apo biznesit. Veç që shtë vllazën të nderuar me mendue i një hingjëna. Veç me menu që Zoti s'po interesohet për ty, të kalon anash. Nuk jenë listë aty heq, po jenë listën e pritjes. Veç kështu me mendue, kështu je gjënahçar. E para. E dyta, e ke mbyll derën e ndihmës së Zotit, e treta e ke hap derën e shejtanit, se shejtani që qëllim e ka. Çka të thot? Çka po lutesh Allahile se kur ju ka përgjigj dikujt që më të përgjigj ty, edhe çka nëse kështu ka pak sukses në fillim, të ftoft ty prej lutjes, atëherë gjatë gjithë jetës ti kimë qenë çka? Kimë qenë i pabindur ndaj Zotit se ka më të përgjigj Zotin kërkesat e tua. Kështu që me lut po Zotin, me u lidh po me Zotin, me rregullu jetën po me Zotin, edhe me bindje të plot që nuk ka njeri, nuk ka melek, nuk ka gjin, apo nuk ka ndonjë krijesë që ta rregullon jetën. Absolutisht. Ajo është Allahu te bareke ve taala. Dhe ti vlen, ti ki pesh, ti ki pozit, autoritet që shiki raportet me Zotin, se pozita pse je i pari i shtetit, apo i pari i xhamis, kjo nuk të arrit të çmimin, absolutisht. Pasunia jote nuk të arrit të çmimin, bukuria jote, jeshia jote nuk të arrit të vlerën çmimin. Po kush të arrit të vlerën çmimin? Kush bën ty të madh që me të njoft ty bota, e me met emri yt, e veprat e tua në gjitha gjeneratat, lidhja jote me krijuesin, me Zotin. E dini që Ebu Bekri, me pas pasët të me pru këtu prezent, ndoshta për ka shëndeti ka qenë ma halligu, apo ma shëndetligu se krejt këta këtu që jenë prezent. Nuk me shëndo një që mundet me qenë ma i dëp në shëndet fizikun e tina se sa që ka qenë Ebu Bekri. Mirë po kur lexohet Ebu Bekri, jo tek musliman, po dhe tek jo muslimanet, njerëz mendojnë që ai ka qenë një njeri ndoshta me 3 metra apo më shumë se 3 metra. E kush i arriti këtë pozit, kush i arriti këtë vlerë, lidhja e tij me Zotin, edhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sa që vllazën ka besue çdo gjë që ja ka thonë pejgamberi, pa i sjell fakte, se të na kur ti tregosh diçka, anë në rregull, po a ka mundësi dyshish me ma argumentua, kina ja jetë, anë e hadith, pëse kjo hala se ka imanin rregull, hala kjo dyshish me dyshime, e ka thonë Zotë, se ka thonë. Si kur të vorët atje, këta me gjysën besimi, ose dyshim në besimin e vetë, kur po i theta i hoxha atë, do të vinë 2 me lajke, do të pyesin ty ati të vdekurit, këto do të mja thonë gjallëve, jo dekneve, se i mor shkajtash, i dekti me dekti, gjallë me gjallë, gjematit do të mja thonë, se do të vinë 2 me lajke, o vla gjematli, e do të pyesin ty, cili është Zotit, e cila është feja jote, e cili është pejgamberi yt, ata që se kanë besimin Zotin, edhe që s'janë bindur, kush po të vetë, Allah i lën dheja të ka shti, a kënina thot jo musliman, çfarë muslimani mëre? Po çfarë muslimani mëre? Qysh muslimani, a ka dyshime në këto gjona? A i tjetri, pse mos o dek në i kush?
e me unë gjallë. Këto kush e thët? Këta që s'lexojnë për fe, se ka vallahi njerëz që kanë vdek, e janë gjallë, mas 100 vjetë janë gjallë. E ku po shkon hoqë kjo? Lep në bre? Ku keni me gjetë to? Ose gjonë atë në i farë libre të Platonit, apo të Aristotelit, apo të Sokratit, jo e gjonë Koran, në surën e Bekare. Këshën atë një person që ka vdek për 100 vite, pas ta ja ka kthy Zoti shpirtin. Po s'ka nevojë neve na do të me thonë, ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi, o kryem, abet. Andaj, kthenu tek Zoti, edhe krijoni një bindje të mirë për Zotin, e një besim të mirë, e një mendim të mirë për Zotin, se për ndryshe, nëse kështu si rregulloni raportet, shejtani hap do dyrë tjera, e pastaj gjendja është parafërsisht që she kemi na këto, ose që kanë edhe njerëzit e tjerë jashtë vendit tonë. Allahu na ndihmoft, Allahu na udhëzoft, edhe me u kthye te suksesi aty ku është i garantuar tek Zoti, Allahu na mundsoft. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Pastaj të nderuar vëllezër dhe motra, nëse dëshirojmë pra edhe një herë me dalë prej këtyne problemeve, prej këtyne ngarkesave të dunjas që janë të lloj-llojshme dhe të ndryshme, e që pa to nuk është askush, mbi këtë rrezull toksor, atëherë adresa pra si që thash edhe në fillim është tek Allahu Teala, sepse Allahu mos e mendoni që me dijen e tij na është larg, apo me dëgjimin e tij na është larg e s'po na dëgjon, apo me shikimin e tij na është larg e s'po na sheh. Afër është, shumë afër. Për ata Allahu i madhruar i tha pejgamberit alayhi salatu wasalam, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. E kur të pyesin ty o Muhammed për mua, e kur të pyesin robërit e mi për mua o Muhammed, thuaju, unë jam afër lutjes së lutësit kur ai më lutet mua. Afër është. S'ki nevojë me bërtit. E ke po atin qabe kur shkoj do, e i qojnë duhet, ja Rab, ja Rab, ja Allah, ja Allah. Çka po bërtet? Allah nuk është i shurt. Ato nuk e kanë lanë dëgjimi, qysh na lën neve. Ato nuk e kanë lanë shikimi. Ato nuk e kanë lanë dia. Lutë Allahun në qetësi, sepse më mirë se sa ti që i thu fjalët, ai din Allahu te bareke ve taala. Andaj të nderuar vëllezër, në këto raste pra, kur shfaqen problemet, apo borxhet, apo krizat e ndryshme, qofshin ato kriza mentale, nervore, qofshin ato shëndetësore, fizike, materiale, apo të tjera, dy adresa. E para, drejt me këngë sejde, përëllju Allahot, birë poshtë se të qënaltaj. Edhe dyta qaj durt, se Allahot i vjen keq. Allahu ngushtohet, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur ti qënë robi i Zotit durt kështu nalt, ngushtohet me ja kthye zbrast. Nuk ti kthen zbrast. Ka me të dhonë diqka, ka me të gjindë kjo, ka me të gjindë, ose tash, ose ma vonë, ose më botën tjetër. Andaj këthenu tek Allahu te bareke ve taala, lutni Allahun e madhruar, sepse ai ka dëshirë, gëzohet, kur i lutemi edhe jep. Po ashtu vllazën dijeni se edhe ai ka disa lutje tek na. E nëse ti don Allah me të përgjigj, fillimisht përgjigjet i Zotit. Se Allah po thot, "Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Edhe këta po thot robërit e mi, le të më përgjigjen mua. Edhe le të besojnë bitshëm tek unë. Le të më përgjigjen, se edhe Allahu po lypej te, çka po lypej te? E di çka lypej te? Si të shohësh sabah me bismillah, Allah e ka një kërkesë te ti, o robi jam. Të natë mira ti kum dhon. Krejt jetën ta kum rregullue, falë që të namaz sabahit. Përgjigje. Tash po vjen Ramazani, o ju besimtar. O është bërë obligim agjerimi. Sikur që ka qenë obligim për ata që kanë qenë para jush. Çka? Agjerani. Vjen koha, sezona, shumica e besimtarëve dhon sadakan dhe zekatin më shumë në Ramazan. O robi jam, të kom dhon shumë.
40 hise ti këmë dhonë, 39 maj ti me familjen tane, me shokët e tu, me këndush. Një hise, jam nevojtarve, se së është e jotja, mos ja ha hakun fukarave, mos ja ha hakun jetimve, mos ja ha hakun atyne të varfërve. Bali ki 39 hise të një hise daje zeqat, qka është problem këtu? Vjen haxhi, ti ka dhonë Zoti mundësit krejt, po shëtit e shka duesh, po shka një hera atje ku po të thirë Allahu te bareke ve taala. Shko për zgjalli se për zdekti, nështë ta shkojnë djemë ta kry nëse vajzat amo, kur knatësia, kur aj përjetimi nuk është si për zgjalli, si për zdekti me të kry haxhi. Andaj pra, na i përgjigjemi Allahut në kërkesat e ti, që janë pak, e aj na përgjigjet neve në kërkesat tona, na kena shumë kërkesa. Allahu na falt, Allahu na udhëzoft, edhe ndonë lutje që i drejtojmë tek Allahu, Allahu na bashkoft. Allahu i falt edhe djetarët, ulemat tonë. Allahu i falt edhe prindrit tonë. Ata që kanë vdek, Allahu i mëshiroft. Ata që janë të gjallë, Allahu i forcoft. Ata që janë të pa udhëzuar, Allahu i udhëzoft, edhe të gjithëve në punë të mira, në punët të cilat është i kënaqur Allahu na bashkoft. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة يرحمكم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.